SPA kërkon shpalljen fajtore të Fatime Kryemadhit, nënës së Monika Kryemadhit dhe ish vjerrës së Ilir Metës për veprën penale të pastrimit të parave. Në konkluzionet përfundimtare, prokuroria kërkoi dënimin e saj me 7 vite e 5 muaj burg, që për shkak të gjykimit të shkurtuar ulet në 5 vite me pezullim të ekzekutimit dhe kryerjen e dënimit në shërbim prove. Po ashtu, SPA kërkoi konfiskimin e vilës 3 kaçe të saj në zonën rezidenciale Kodra e Diellit, duke argumentuar se ndonse pasuria rezulton e krijuar me burime të lishme. Ajo ka vlerë ekuivalente me shumat që prokuroria pretendon se janë pastruar. Sipas prokurorit Sotir Klapi, Fatime Kryemadhi nuk ka patur burime të lishme për të shklyer kredi, qira dhe detyrime financiare në vlera qindra mijëra euro, ndërsa përmes veprimeve të saj janë futur në sistemi bankar 846.000 euro me burim të pajustifikuar. SPA pretendon se këto veprime nuk janë kryer për përfitim personal, por në favor të vajzës së saj Monika Kryemadhi dhe ish dhënërit Ilir Meta. Prokuroria kërkoi gjithashtu dënimin e Emat Çokut me 7 vite burg për pastrim parash, që me gjykim të shkurtuar ulet në 4 vite 8 muaj burg, si dhe Piro Xhixhos me 4 vite e 6 muaj burg për korrupsion pasiv që reduktohen në 3 vite, që të dy kërkua pezullimi i ekzekutimit të dënimit dhe vendosja në shërbim prove. Sipas SPA, Çoku ka firmosur një deklaratë notariale për një huha prej 220.000 eurosh me qëllim justifikimin e burimeve të parave të Fatime Kryemadhit, ndërsa Xhixho, në cilësinë e ish kreu të AKEP-it, ka favorizuar kompanitë e lidhura me biznesmenin Adrian Shatku pas ndërhyrjeve të pretenduara të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Në seancën e SH-s, GKK rrëzoi kërkesën e Fatime Kryemadhit për të tërhequr nga gjykimi i shkurtuar dhe për bashkim të çështjes së saj me procesin ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, të cilët po gjykohen veçmas me procedurë të zakonshme për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Mbrojtësit e të pandeurve kërkuan kohë për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, ndërsa seanca e radhës u shtyp për më 27 korrik në orën 12.